Mesazhi ynë është që njeriu duhet ta di qëllimin për çfarë është krijuar dhe këtë qëllim duhet t'ia kujtoj vetes çdo ditë. Ne jemi krijuar për ta adhuruar Zotin e madhëruar. Jemi krijuar që ta ndihmojmë njëri tjetrin, të shtojmë veprat e mira në jetën e kësaj bote. Atë çfarë bëjmë ta bëjmë si duhet, ta përsosim. Diversitetin ta shohim si vlerë, kurse si diçka që na ndon apo përçon. Po gjithmonë si një vlerë që nuk na ndalon bashkëpunimin. Zoti i madhëruar kërkon nga ne duke na thënë dhe bashkëpunoni me secilin në punë të mira dhe në devotshmëri. Dhe mos bashkëpunoni me askën qoftë edhe vllau yt. Mos bashkëpunoni në punë të këqija dhe armiqësi. Prandaj lutem Zotin e madhëruar që të na bëj krijesa të dobishme, besimtar të devotshëm, të përkushtuar, të na bëj për atyre që mbushim jetën tonë me vepra të mira, me gjëra që me atë çfarë lëm pas të jetë shembull i mirë për pasardhësit tonë dhe të na ruaj neve, shoqërinë tonë, vendin tonë nga çdo e keq, nga çdo armik i brendshëm dhe jashtëm.